Prokurori Dritan Prençi ka kërkuar dënimin me nga 2 vite burg për drejtuesit e lartë të UBTS, administratorin Edmond Tërthorja, drejtorin e prokurimeve Amaril Dolleshi, si dhe drejtorët e fondeve Serafin Skenderi dhe Altin Murto. Për 2 zëvendësrektorët, Ilir Kapaj dhe Romina Kotaj, SPAK kërkoi dënime me 1.6 dhe 1 vit burg, të cilat do të konvertohen në shërbim prove dhe 150 orë punë në komunitet. Përveç dënimeve me burg, prokurori ka kërkuar edhe heqjen e së drejtës për të ushtruar funksione publike për 5 vjet për këta zyrtar. Ndërkohë, për 15 persona të tjerë të përfshirë në abuzime me tenderat, SPAK ka propozuar vendosjen e tyre në shërbim prove, duke pezulluar dënimet me burg. Hetimet kanë treguar se gjatë vitit 2022 9 procedura tenderimi janë kryer fiktivisht në një vlerë totale prej 90 milion lekësh të reja. Prokuroria ka zbuluar se dokumentacioni për fondet dhe specifikimet teknike ishte përgatitur në koordinim të plot me fituesit e paracaktuar, pa kryer analiza reale të tregut. Në grup janë të përfshirë jo vetëm zyrtar të lartë të universitetit, por edhe përfaqësues të firmave që kanë fituar tenderat me dokumentet falsifikuara. Çështja për 5 të pandehur të tjerë që abuzuan me tenderat, po gjykohet veçmas me procedurë të zakonshme. Ky proces pritet të sjellë vendime përfundimtare për një grup të madh individësh që akuzohen për manipulim të fondeve publike në Universitetin Bujqësor të Kamzës.